rastin e 28 nëntorit ditës së flamurit, Shkolla Ndërkombëtare Marif në Kosovë organizua një varg programesh të veçanta. Në këtë organizim përshëndeti drejtori i shkollës në Marif Prizren fjalën përshëndetëse drejtori i shkollës Ibrahim Buçak. Në mes të tjera theksoi rëndësinë e kujtimit të kësaj dite të rëndësishme për kombin shqiptar. Sikurse shqiptarët, drejtori theksoi që edhe sot një pjesë e madhe vendeve muslimane vazhdojnë të kenë konflikte e lufta të cilat u lut të përfundonin. Programet e shkollës son, theksoi ai, janë pikërisht madhështore për ta përquar mesazhin tek brezat e rinj që këto ditë duhet të përkujtohen me krenari. Në fond, ai falenderoi të gjithë ata që kontribuan për këto dy programe madhështore. Bugün 113 yıl önce İşkodra'dan, Saraybosna'dan Kudüs'e, Bağdat'a, Buhara'ya, Türkistan'a kadar topraklarımız işgal altındaydı. Bu vesileyle bugün bu programı anıyoruz. O günleri hatırlamak ve unutmamak için bu günleri yad ediyoruz. Özellikle çocuklarımıza bu sebeple tarihin tekerrür etmemesi için, bu işgallerin tekrar yaşanmaması için çocuklarımıza bu tarih kültür bilincini vermek zorundayız. Bu velilerimizin olduğu kadar bizlerin de sorumluluğundadır. Sot kujtojmë vitet e dërshme të 113 viteve më parë, kur trojet tona që shpegeshin nga Shkodra dhe Sarajeva, deri në Kahramanmarash, Bagdad, Kudus e Buhara u pushtuan. Për fat të keq, edhe sot shumë pjesë të botës islame ndodhen në shtypje dhe pushtim. Për të mos lejuar përsëritjen e historisë, është detyra jonë të marrim mësim prej saj, ta njohim të kaluarën siç duhet dhe ta përcjellim këtë dije tek të rinjt tanë e ardhmja e vendit. Në mënyrë që historia të mos përsëritet më, në shkollën tonë krahas nëndëve të tjera shkencore, gjukëve dhe punës robotike, edukimi historik, dashuria për ardhën dhe vlerat morale zën një vend shumë të rëndësishëm. Me këtë ndërgjegje duhet të shpreh mirënjohjen time të veçantë për mësimdhënësit tanë të përkushtuar, që japin kaq shumë mund për të mësuar nxënësve tanë të kaluar. Po e lë pa përsëritur edhe mundin arsimtar Salmana dhe arsimtarit Ekrem, të cilët kanë ardhur me projekte që janë pika të përbashkëta mes diplomeve, pa të shqiptarëve dhe të turqëve, dhe kanë ardhur me projekte shumë të mira. Andaj ne si shkollë mundohemi të zhvillojmë edhe shumë programe, aktivitete, projekte të ndryshme, të cilët partisin në mësimdhënien të nxënësve tanë. Një njohës përsemërsisht për të gjithë mësimdhënësit, duke përfshirë mësimdhënësit e artit, mësimdhënësit e muzikës, kujdestarët të gjithë klasave, po ashtu nxënësit të cilët kanë punuar në javë të tëra për të arritur kanë në pikën sot ku jemi për të shfaqur juve këtë program. Pra, kërkoj një aktivitet shumë të fuqishme për të gjithë mësimdhënësit. Pas kësaj, nxënësit kanë shfaqur një program të pasur artistik me këngë, valle, recitime dhe pjesë të tjera teatrale. Në këtë event ishin të ftuar edhe Isa Berisha, kryetari OVL-s së UÇK-s Dekan në Prizren, si dhe zyrtar nga drejtoria e arsimit, zonja Vlora Karavidaj dhe Fredi Kovaç. Në trimërinë matësorëve do të duhet të ftoj flamurit të mbrije. Mirë se erdhët sot. Qojnë të gjitha. Vërën e vërkojnë të mi, së të duhet. Po, ka ardhur o miqi. Europa po ndryshon dhe Shqipëria s'mund të mbetet më në zgjedhjen e huaj. Duhet të